deri tash dhe ku keni mbritur aktualisht? Po, si që e the, jemi nisur nga Prekazi, si shej simbolike dhe tani për momentin ndodhemi në Cyri, sepse këtu e keme piktakimin tjetër, që do të na bashkangjiten motoristë të klubeve të ndryshme për të vazhduar rrugën drejt Gjermanisë, Düsseldorfit nesër, edhe atje e kem piktakimin tjetër të klubeve të motoristëve tjerë, dhe që nga aty do të nisemi për në Hag, ku provojmë që të dielën në ora 10 para ditët të jemi aty dhe të jetë edhe karvani motoristave i plot. Këtu për momentin tash sa kem një pjesë me motorista, se jemi në ambientet kështu të një lokalit të shqiptarëve, ku na ofruan për ushqim, edhe jem shumë me vullnet mirë, që kam bo krejt këtë organizimin dhe shfryzoj rasin edhe këtu që ti përmend Murat Gjafën dhe Visar Bajrën e Rikin që kanë qenë djemë tjarëzakonshëm që e kanë organizu krejt këtë mënyrë të marshit simbolik që për qëllim ka transparencën dhe monitorimin, por po ashtu edhe përgjegjësinë, sepse ata atje të rritën në emër të Kosovës dhe ne jem qytetarë të saj që i thrasim në përgjegjësi. Se si që dini edhe ju, ajo gjykata atje është bunkerizu dhe ma nuk operon ose nuk funksionon mbi premisa normale juridike. Absolutisht, përveç parakalimit në Hag, ju keni bërë me dije se edhe në Parlamentin Europian në Strasburg do ta dorëzoni një kërkesë. Si janë procedurat, ku jeni me këtë plan? Po, e kem bo një shkrejt me ekspert juridik jo vetëm vendor, por edhe ndërkombëtar, që pretendojnë që shkeljet që janë bërë që nga fillimi. Mos të harrojmë, ne kem qenë në vazhdimsi në artikulimin, sepse kem thënë që kem gajle që ajo është komplet politike dhe ashtu është dalë që nga fillimi. Dhe me ekspert juridik i kemi renditur të gjitha shkeljet, dhe ato shkelje janë masive, nuk është një dy, janë shumë shkelje, madje ka shkelje dhe të drejtave themelore humane, si tashmë ai nuk është para burgim, po është burgim klasik, dhe këto brenga të artikulume do t'i prezentoj me disa europarlamentarë që do të takohemi në Strasburg për t'i sqaruar dhe kërkuar monitorim shumë të gjerë kështu profesional për me kriju transparencën dhe përgjegjësinë, sepse kur thritet në emër tonë, ne jemi ata qytetarë që duam përgjegjësi, duam monitorim dhe duam transparencë, do të thotë për secilin hap tyre që e marrin. I kem marrë disa premtime dhe takime që do të ndodhin dhe ato do të dorëzohen në Parlamentin Evropian. Dakor, krejtësisht e qartë, ju urojmë rrugë të mbarë dhe shumë suksese. Faleminderit shumë nga ju.